tona, zonat e shmilitarizuara, mes asaj shka e ka marrë nën kontroll, e ka aneksue dhe pjesën e tjetër. Këtë e thash për të sqaruar edhe rastin e Rusisë këto. Unë besoj bindshëm se Rusia me dasht, aq është e përgatitun, aq po shihet se është e fuqishme, aq më shumë kur gishtat e Putinit rrinë mbi butonet e armëve bërthamore dhe e kërcënon Evropën, NATO-n dhe botën, kish mujt me marrë krejt Ukrainën shumë më shpejt edhe shumë më lehtë. Lufta në ato zona aty nuk është për shkak se Rusia nuk po mundet me hecë përpara. Jo, kur nuk besoj. Por për shkak se është strategjia e saj që qatë territorin midis 20 edhe 30% të territorit total të Ukrainës të jetë Donbasi, Zapolozhia dhe të tjerat, Krimea ka poshtë, pastaj ai deti që është i futën brenda aty që është zemra e detit të zi, të jenë nën kontrollin e Rusisë dhe aq e do. Unë besoj, pra, se derisa negociatat ende janë duke vazhduar dhe debatet e ndryshme verbale midis presidentit rus, Putinit, dhe udhëheqësve të tjerë evropian, këto kanë me u intensifikuar deri atëherë sa kur Ukraina do të lëshoj për territoret e saj dhe të jepen Moskës si rezultat i rrethonave të krijuara në teren. Pavarësisht, edhe diçka po du me ju thonë, ka njere, kur lexon njeri, sheh, bile ju ka njerë, po ai që është isin, dhe më thani, kështu i përkushtum lexim. Çaq sa lexon në përreshta, një 50% i kupton edhe mesreshtat,